Pra, kryetari LDK-s nuk tregon për kë i ka 15 nënshkrime, po thot, a mi garanton ti mu 66 vota në kuti që janë të fshehur aty. Se votimi është i fshet. Pra, 15 nënshkrime, pa emër të përveçëm sipër, me datën e pardjeshit, ja u tregon juve, jo mua, dhe thot, a mi garanton ti mu 66 vota në kuti. Kjo është totalisht e palogjikshme. Më falni, kjo nuk është serioze. Unë jam kryeministër serioz. Kush dëshiron të bashkëpunoj me lëvizjen vetëvendosje, duhet të na sjell listën me 15 nënshkrime dhe me emrin e kandidatës apo kandidatit të LDK-s për president. Dhe më pastaj, atyre 15 nënshkrimeve, ne ja shtojmë 15 tjera, pasi që të flasun me profesorin Hatigje Hoxha, se po t'ishte edhe PDK-ja, do të mund të vini nga PDK-ja. Prandaj ne patëm thënë 3 kandidatë. Në këtë rast, ne duhet t'ja marrim një kandidatit ekzistues dhe t'ja japim kandidatit të LDK-s që s'po e tregojnë emrin ende zyrtarisht. As tek ju, as tek unë, por vetëm se po e përfolin pa ja dhënë vullën e vendimit të kryesisë LDK-s. Le të marrë kryesia LDK-s mbledhje, le të tregon për çka janë këtu 15 nënshkrime, le të ja që datën e sotët jo të pardjeshit. Nuk është mirë data e pardjeshit. Besoj pajtoni me mua. Data duhet të jetë e sodit. Le të ja që lartë për kë janë ato 15 nënshkrime, ne mandej ja bashkangjesim edhe tjerat, edhe vim në seancën e kuvendit ku e kemi në orën 19. Unë nuk përcaktoj se kush do të jetë kandidati i LDK-s. Ju lutem mos ma kërkoni edhe këtë gjë. Faleminderit shumë. LDK-ja duhet të caktoj kandidatin, ju lutem jo unë. Më vjen keq që nuk u kthye kolegu juaj, po besoj që shi me herë të tjera.